Kombëtarja e Shqipërisë do të luajë sonte ndeshjen ndaj Jordanisë në stadiumin Air Albania në orën 19. Në prag të kësaj sfide, trajneri Silvinho në konferencën zyrtare për media theksoi se edhe pse ndeshja është miqësore, ajo nuk do të trajtohet si e tillë. Silvinho tha se ekipi është i fokusuar tek kjo ndeshje dhe tek të dy sfidat e rëndësishme të nëntorit, duke theksuar se nuk e sheh këtë takim si miqësor, por si një mundësi për të përmirësuar situatën. Këtë ndeshje nuk e shoh si miqësore, sepse në çdo ndeshje futemi për të fituar. Llogaritë tona janë ndeshjet e nëntorit, pasi kemi dy ndeshje të rëndësishme. Për herë të parë Shqipëria shkon të luajë dy sfidat e fundit me shanse që të jetë në play-off. Është diçka e bukur. Ndeshja rrallës është shumë e rëndësishme, pasi bëjmë llogaritë për ndeshjen e nëntorit. I kam thënë djemve që këtë ndeshje nuk e shoh si miqësore, por si mundësi. Ekipi kombëtar është këtu për secilin dhe mendja është e hapi rrallës në kualifikueset e nëntorit. Silvinho i bëri një thirrje të veçantë tifozëve për të mbushur stadiumin Air Albania për t'i mbështetur kuqezint në ndeshjen ndaj Jordanisë dhe për të festuar së bashku fitoren ndaj Serbisë. Për sa i përket tifozëve, të mbështesin kombëtaren sepse lufton me zemër, gjak dhe shpirt. Mund të humbasësh, por asnjëherë nuk i ka munguar gjaku, shpirti dhe zemra. E dim që nuk ka rrugë tjetër përveç se të ecim përpara. Kërkojmë mbështetjen e tifozëve. Për ndeshjen ndaj Jordanisë të gjithë futbollistët janë gati, teksa kjo sfidë do të luhet në stadiumin Air Albania në orën 19:00.